fitu lojën për t'i të pësu. Ata që se s'mune me bate pat me mund, si. Unë jam mirë ju ma i pasën bot, me. I urrej njerëzit falsë si puna Malit, si puna Krisit, si puna Mirit, si puna Selins. Brikena është ma pasën aty. Unë nuk e di se si për shumë, se janë dy gjëra të kundërta. Këtu është një hipokrizi e madhe. Ku është hipokrizia? Se në atë që ky shfaq, se ky për shembull shfaq, jo është, nuk e di se si është jashtë punë për te, po atë që shfaq në big. Ai në big është shfaqur njeriu i lig, okay, bullizues, kërcënues, shantazues, diskriminues, racist. Domethënë është njëri magnet i gjithave të ligave, i gjitha gjërat të këqija që mund të ketë, që mund të mbart një njeri në veten e tij. Dhe në ana tjetër nuk mund të thuash për shembull jam i mirë. Nuk mund të thuash që kam ardhur do psoj lojën, që të fitoj lojën e ku di unë atë gjitha me radhë. Nuk do psohet loja sepse nuk është se ti ke debat. Ti ofendon dhe ti jo më larg para 2 orëve e humbe debatin me Gimbon dhe si për të dalë në situata e debatit që e humbe se ta të mundi me debat, arritet ti të përmendje vllajën që i ka vdekur Gjestit. Arritet ti përmendje fatkeqësinë e Gjestit. Pra, nuk është se ky nuk ka debat. Në momentin që ky humbet debatin, ky ofendon. E ofendimi për këtë është e vetmja shmangje, e vetmja rrugëzidhje që ti shmangët çdo njeriu që e shikon që është më lart se sa ky. Nuk mund të thuash për shembull njeri i mirë, nuk e di, janë dy gjëra të kundërta që mua nuk më konfrontojnë me njëra tjetrën. Janë dy gjëra komplet të kundërta. Të jesh i mirë dhe të thuash jam i mirë dhe të bësh gjithë këto bullizime, gjithë këto shantazhime, kërcënime, ati tjetër i thot ta shqyej kurrizin. Asaj tjetrës i thot ti ke sugar daddy. Këtij tjetrit i përmend fatkeqësinë e atij vllajt, fatkeqësinë e shokut vet. Qa tha tjetër, e shumë, Malit i thos ke gjak shqiptari, ku di gjak, nuk mund t'jesh rob i mirë. Për mua sinqerisht, ky vetëm loti le të derë tërë ditën, të qajse, bën një gjë ky, se është një kopje shëmtuar për shembull. Bën një gjë, debaton ky për shembull, debaton e del piksa babë atje ulet dhe qan me ngeqë gaj ku në përcepat e verandës e ku në përcepat e lavanderisë. Mua për veten time me të gjitha ato që bëhen, nuk e din. Nuk mund të më bindi dot për shembull të më thojë që e kam lojë, se loja ka një limit, loja ka një limit njerëzor. Nëse do të ishte një lojë do të ishte brenda mureve sa i përket Big Brotherit, po jo jashtë Big Brotherit. Dhe nëse ti kalon jashtë Big Brotherit, kalon dhe në personalitetin tënd jashtë shtëpisë, në atë të keqin që je brenda vetes. Nuk mund të jesh njeriu i mirë dhe të bësh kaq shumë keq. Po edhe si të qoftë dhe për lojë. Nuk mund të kaloj njeriu limitet, nuk mund të preki vijën e kuqe, gjë që ky ka bërë shumë herë. Po që Bigut i intereson, e mban aty, s'pjert as për ty as për mua, është kontent, vlla, krijon kontent, po patjetër, se për shembull unë s'do dile, do flisja, nuk do komentohesh Bigun, nëse s'do ndodhte kjo situatë. A është e ishme? Jo, nuk është e ishme. Po për çfarë është e ishme? Është e ishme për kontent. Kush e do këtë kontentin, e do formatin. Kaq, ti edhe unë rrim vllafosim këtu.